Ndërruar rezultatin ku deri me tani partisë së parë vendosjes ja ka shtuar 4 ulse, duke u marrë 2 partisë së dytë e nga 1 ulse subjekteve pasuese. E detajet më shumë pra nga numërimi i votave në qendrën do na sjell kolege jonë Vesa Hoda, me cilin lidhemi tani. Vesa, përshëndetje, dhe a është duke vazhduar edhe tani numërimi i votave apo ka përfunduar për sonte? Përshëndetje edhe për juve në studio, po edhe nga pamje këtu pas meje, mund të shihet se procesi i numërimit të votave me postë është duke vazhduar ende. Dhe deri më tani mund të shihet se votat e diasporës janë duke ndikuar ndjeshëm në procesin dhe në përbërjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Sipas rezultateve të deritanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me vota prin lëvizja vetëvendosi që i ka mbi 77% e që në ulse i bjen që është bërë në 52 ulse nga 48 sa ka pasur deri më tani. Pasaj, nga votat e diasporës, e dyta është Lidhja Demokratike e Kosovës, pra që prin me 12.40% të votave, ose ndryshe tashmë me 19 ulse. Deri më tani, Partia Demokratike e Kosovës ka 7.78% të votave me postë dhe me 22 ulse, dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 4.34% ose ndryshe 7 ulse. Rritja e numrit të mandateve të vetëvendosjes ka bërë që t'i ulen ulset e partive të tjera, duke marrë nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Tashmë po shihet këtu se në qendrën e numërimit dhe të rezultateve është duke vazhduar numërimi i votave me postë, ku pranë këtij monitori mund të shihet se fillimisht në anën e majtë është lista, pra fletvotime me emrat e partive, dhe në anën tjetër janë numrat e kandidatëve, derisa në anën tjetër është fletvotimi digjital, pra menjëherë kur antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe numëruesit pas numërimit të votave dalin direkt në këtë monitor dhe më pas dalin direkt sistematikisht edhe në sistemin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku të gjithë qytetarët mund të ndjekin aty votat drejt për së drejti, sa është edhe duke u bërë numërimi. Ndërkohë, në qendrën e numërimit, tashmë po dihet se ka përfunduar edhe procesi i vlerësimit të votimit me postë. Ky proces i ka marrë disa ditë, pasi që ka qenë një numër i madh i votave me postë, që fillimisht antarët e kanë bërë vlerësimin e votave. Pra fillimisht, pasi kanë ardhur votat me postë, i kanë hapur dhe kanë bërë verifikimin e tyre, ku brenda zarfit kanë qenë 2 zarfe të tjera. Në njërin ka qenë fletvotimi i cili nuk është hapur nga antarët, dhe në fletën tjetër ka qenë dëshmia ose ndryshe dëftesa e votuesit. Kjo ka bërë që shumica e refuzimit që është bërë ka qenë ankesa, pra se ka munguar dëftesa e votuesit. Ajo dëftesë është unike dhe e veçantë se cilin votues. Nëse mbi 2000 ka munguar pra dëftesa e votuesit, dhe për këtë arsye janë refuzuar shumica prej tyre. Këtu pas meje janë edhe disa kuti të tjera, por në ato kuti nuk gjinden votat me postë, por gjinden votat e tjera, pra votat që janë me kusht dhe votat nga persona me nevoja të veçanta. Votimi me postë pritet të përfundojë nesër, pra në orarin e parë të antarëve që i fillojnë numërimin, derisa pas përfundimit të këtij procesi pritet të fillojë edhe procesi i numërimit të votave me kusht dhe votave me nevoja të veçanta. Sipas procedurave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, na thanë se pas vlerësimit, zarfet që përmbajnë fletvotimi janë sistemuar në 223 kuti votimi, sipas komunave, nga të cilat vinë votuesit e regjistruar, se mund të kuptohet edhe këtu pas meje se të gjitha kutit janë ndarë sipas komunave të regjistrueseve. Ne mund të kujtojmë tani se votimi përmes postës është zhvilluar nga 21 maj deri më 6 qershor, derisa rreth 105.000 shtetas të Kosovës janë regjistruar në këtë formë. Pakot me fletvotimi janë tërhequr nga 22 shtete të ndryshme, por edhe nga kuti postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sa i përket afateve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve planifikon që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit është i shpallë me
26 qershor, ndërsa pas këtij afati, pra do të jetë edhe certifikimi dhe më pas do të vazhdojnë edhe ankesat ku shumica ose ata që dëshirojnë të ankohen për ndonjë procedurë që nuk ka shkuar siç kanë menduar ata, mund t'i drejtohen PZAP-s. E krejt ky proces pas numërimit dhe pas certifikimit pritet të përfundojë me 6 korrik. Mirë Vesa, të falenderojmë shumë për këtë raportim, ndërkohë fituesi i zgjedhjeve kryetari